Përshëndetje Samir, se kena ardhur në Sol Intervista. Përshëndetje. Atëherë ju keni karrierë shumë gjatë në teatr, në art, çfarë mund të thoni diçka shkurtimisht? Atëherë karriera ime kryesisht lidhet me Fierin. Unë kam lindur në Fier. Fillova shkollën fillore 8 vjeçare dhe të mesme e kam mbaruar në Fier në liceun Jakov Zoza. Kam studiuar për violinë 12 vjet dhe mbas kësaj shkova në shkollën e lartë në Akademinë e Arteve për menaxhim arti. Mbas përfundimit të akademisë, zyrtarisht jam rikthyer në Fier, fillova punë teatr dhe deri në vitin 2018 kam qenë menaxher i teatrit, pastaj menaxher i drejtorisë së artit dhe kulturës deri në vitin 2022. Pastaj janë shkputur në Tiranë. Zyrtarisht, por marrëdhënia me Fierin gjithmonë ka qenë e vazhdueshme, gjithmonë ka pasur projekte këtu. Pra sot jemi teatër në Fier? Po dhe sot jemi me një projekt, bashkëpunimi i teatrit Bylis, teatrit Vlorës, Petromarko dhe Bashkisë Tiranës. Atë ju keni një pasion për shumë si punë fotografisë. Çfarë mund të thoni për atë? Fotografia është një pasion që ka vajtur, ka ikur e ka ardhur ke unë her pas here. Kontaktet e para me fotografinë kanë qenë në Akademinë e Arteve, pastaj e kemi pasur në programin mësimor. Unë kam bërë fotografinë artistike me një nga fotografët e njohur shqiptar, profesor të fotografisë Piro Naçen, i cili ka ngacmuar tek unë dhe e ushtruam në Akademinë e Arteve. Në atë kohë kanë qenë vitet 90 ku fotografia ishte kostoze, ka qenë me film, ne s'kishim aparate në atë kohë, po them aparat profesional që ti të mund të luaje me atë. Megjithatë e ushtrova fotografinë, e kam ndërprer për shumë vite sepse duke filluar teatrin u dedikova teatrit. Më vonë jam rikthyer në fotografi, po them në rreth viteve 2005, 2006, dhe pasaj ka qenë një nga drejtimet e rëndësishme të mijat. Sa e rëndësishme është për një menaxher arti që të njohë muzikën dhe si funksionon se janë dy pyetje. Si funksionon që një artist ta menaxhoj vetveten? Atëherë, çdo menaxher arti duhet ta njohë mirë fushën e artit që menaxhon. Ne në Akademinë të Arteve kemi pasur një literaturë shumë të ngarkuar. Ne kemi studiuar historitë e artit, të gjitha zhanret e artit, artin skenik, artin figurativ, artin muzikor, sepse ne duhet ta njihnim artin përgjithësi dhe pastaj ne profilizoheshim në fusha të caktuar ku secili gjatë jetës vet do merrte drejtimin dhe do punonim. Patjetër ti duhet ta njohësh, ti nëse merr përsipër një artist për ta menaxhuar, ti duhet të kesh njohuritë më shumë se sa fillestare për të nuhatur nëse domthon ky ja vlen të merret përsipër apo jo. Ose edhe nëse s'ja vlen, domthon çfarë vlerë ka, domethënë që ti sa të investosh ose ku ta shesesh, ku ti gjesh hapësirën që ai të vazhdojë. Po kur i bie që nuk ka mundësi një artist paguaj ose të ketë në dispozicion një menaxher arti. Si mund ta menaxhoj? E para këtu tek ne tregu i artit është shumë kaotik. Një nga gjërat e rëndësishme në karrierën e një artisti është menaxhimi. Dhe këtu tek ne është shumë i kufizuar. Menaxhim shumë artistë e bëjnë vetë. E bëjnë vetë sepse kanë gjetur, po themi, mundësinë për të çarë në treg dhe në një farë mënyre kur ai ka sigurinë e performancës vet, sigurinë e gjetjes së tregut, ai thotë pse të harxoj për një menaxher, po i bëj vetë. Nuk duhet jetë kjo rruga, megjithatë atë ka që e bëjnë. Ka tjerë që kanë menaxher. Po patjetër në botë gjithë artistët më të rëndësishëm kanë menaxherin e tyre.
dhe po themi mbi 90% e artistëve pa menaxher nuk mundet të futen në tregun e artit. Atëherë sot një pjesë e teatrit ose e artit përgjithësi, po kryesisht e teatrit, funksionon në projekte. Çfarë është një variant tjetër që mendohet që ta zhvilloj këtë si përveç projektit? Përgjithsisht në gjithë botën arti është i vështirë. Arti përgjithsisht lulëzon në kohë të mira të ekonomisë. Domethënë kur njerëzit ndihen mirë, po themi nga ana ekonomike, kanë sigurinë e gjitha planeve, atëherë ata janë më komod për të menduar për artin, edhe për të investuar në art, edhe për shijuar artin, dhe në këto janë dhe vendet, shtetet, të cilët investojnë në art. Dhe ata pasaj ne shohim edhe ata janë shembujt e mirë ku arti funksionon. Tek ne arti është shumë i vështirë për të mbijetuar. Ne po të diskutojmë për artin me një fillt, sepse nëse do kemi parasysh, po themi, disa formate që nuk janë artistik, po janë më pranë shijes publikut, të cilat kanë sukses, duke futur formate për shembull televizive, që janë suksesshme, apo këngëtar të cilët ofrojnë publikut një lloj arti, muzike, performance, që janë afër shijes së vet dhe janë të përtyshme, po futin edhe element tjerë të cilat e bëjnë artistin të ketë më shumë sukses. Por ky është larg artit mirëfillt. Misioni i artit është të kultivoj publikun, ta marrë publikun dhe të rrisi nivelin e tij dhe ta sjelli te vlerat e mirëfillta të artit. Shumë herë artistët, duke dashur të mbijetojnë, pasi kjo po themi rrugë shumë e vështirë, atëherë bien në nivelin e publikut dhe i ofrojnë atë që ai do. Në aspektin afat të shkurtër mund të ketë sukses, por në aspektin afat gjatë, ky nuk do jetë një artist që do ketë sukses dhe do ketë vlera. E një gjë është me teatrin. Në shumë herë, kur ne diskutonim për programin vjetor të teatrit, kishim dramat, që në art mirëfillt, ndonjëherë dhe komedi, po kishte varieten, kishim dhe formate të tjerë që ishin më afër publikut dhe më të përtypshme nga publiku. Atëherë thoshim, do gjejmë një balancë. E para një institucion arti siç është teatri, që është teatr publik, e ka mision edhe detyrë që të kultivoj publikun. Duhet t'i afroj, pavarësisht se do jetë e vështirë, për të marrë feedbackun nga publiku, duhet t'i afroj cilësinë artistike. Dhe ky është misioni i artit, misioni i institucioneve, misioni i artistëve të mirëfillt, profesionistë. Ndërkohë pasaj që, ti mund të bësh edhe kompromise në kuptimin që të ofrosh edhe diçka tjetër, po jo të bjesh në nivelin e amatorizmit ose formateve që s'kam vlerë. Më thuaj. Jemi afër fundit bisedës. Çfarë mesazhi keni për publikun? Për publikun, sakrifikoni. Sakrifikoni dhe gjeni momentin e bashkimit me artin. Sakrifikoni mbase nga koha juaj dhe hajeni në teatr. Sakrifikoni, shikoni një film të mirë, dëgjoni muzikë të mirë. Kjo do ju bëj ju të jeni më kultivuar, apo do ju bëj cilësinë e jetës tuaj të jetë shumë më mirë. Ju falenderoj, sukses. Faleminderit.